was out drinking, looking for the next thing. I couldn't really settle down. Always on the run, I didn't want to slow down. But baby, then you came around. Yeah, you came around. No, I won't ever let you down. Përshëndetje, jemi tek kopshti i Alfias, këtu që ju tregojmë ato gjërat shumë të shishme dhe bio që na vinë nga Poliçani dhe tani do këpusin sallatë. Edhe unë s'kam këputur ndonjëherë. Edhe duhet të marrim këto fundet. Ja prisha, erdhi Lucia ja prish. Po sa pis që nga këto dhe i lanke. Në i sjellë të që nga më mirë kur të vinë gati. I shikon lërë vetëm këto të mezit. Vetëm këto. Këto të më dha, meri. Jo, mashallah që janë, mashallah. Shiko patatet si janë bërë patatet. Bizele, edhe nenexhik dhe bizele, ja. Pri? Shiko, bizele, kjo është bizele bio që kështu. Pa ha? Kujta unë si. Ja. Prit? Ja, bizele bio. Çdesha unë që nga bizele bio, se kam kren kur. Na jetë se ti ha kështu. Padi. Hej, përshëndetje nga dita tjetër, në fakt nga dita tjetër e videos, sepse po bën afërsisht 5-6 ditë që unë nuk kam filmuar fare se kam hapur kamerën, që kur isha në Poliçan, që keni parë ato skenet shumë bukura. Dhe tani është e diel, gati një javë më pas. Edhe kam qenë smur, isha shumë smur nga qafa, më kapi shumë keq. Plus isha me cikël edhe nuk holla do të video të enjte në orën 10, sepse gjithmonë do kemi vlog të enjte në orën 10. Dhe sot është diel dhe si e diel do dal me Alvia dhe do shkojmë për hiking, do shkojmë për shëtitje në natyrë. Është era kemi vajtur edhe një herë në Dajt, po këtë herë kemi marrë pak më shumë seriozisht sepse është më rrugë për të ecur. Nuk e di se sa doja dalim. Të paktën nuk e di sa doja dalë, se Alvio ka vullnet për këto gjëra, po unë jam pak frikacake, jo do më dali gjarpër, jo do dali qeni, jo do dali kjo, jo do dali ajo. Por jam veshur me të gjata që të jem sa më rehat. Tani po vendos SPF-n time. Unë përdor gjithmonë këtë nga Transparent Lab, që është shumë e mirë, e gjeni tek Una Farm, edhe vendosëm sa më shumë SPF, se do jemi edhe në natyrë edhe nuk dua që të skuqemi. Ndërkohë prem biletat për në Greqi. Këtë vit do t'i bëjmë pushimet në Greqi dhe kemi zgjedhur që të shkojmë në qytetin e Parosit. Unë kam qenë në Lefkada, kam qenë në Kefaloni, Kurvajta, era në fundit. Do të thënë vetëm një herë kam qenë në Greqi, kur isha për pushime para 2-3 vitesh. Dhe zgjodha prapë për Greqinë, sepse mendoj se për plazhin dhe për ato që ofron është shumë më mirë se këto vendet e tjera, se u mundova që, domethënë, vajta në Spanjë, vajta në Portugali, po si plazhi i Greqisë nuk ka
sepse këto kanë dalje në oqean këto të tjerat, edhe shumë ftohtë, nuk lahesh dot. Edhe kështu, se ishte më mira për plazh. Edhe po vendosëm edhe këtu të qafa, edhe Alvia ka dalë për të pirë kafen, ka për të diskutuar 2-3 gjëra në telefon, edhe unë avash bëra po bëhem gati. Konsumuam në mëngjes, bëm një mëngjes kampionash, me vezë, me spinaq të tjerë, gjitha të mirat i kishte mëngjesi. Edhe kështu, okej. Ndosëm e iq këto të vetua. Dhe jam gati. Veshur sikur jam inspiruar nga Kim Possible, por në fakt tani e vura re. Nuk e din që ose e keni parë serialin Fsatimor para shumë vitesh. Dhe ndërkohë kemi bërë një blerje këtu. Kemi marrë hekur nga linja Tefal. Edhe është me avull, por do t'ju a tregoj pastaj dhe do t'a provoj. Në fakt e provova djentar, po do ju them se si më duket. Shikoni si më erdhën. O, zota të bukla. Hajde. Krushe. Dashke uj, nuk vinke për mua. Hajde. U ziver. Sa gjuna që ne I hamë këto. Hello, nga ne të dy që në fakt unë nisëm për tek livallet e Ketit dhe nuk shkuam dot sepse ngatëruam rrugën. Erdhëm te ky këtu, shikoni sa makina janë të parkuara këtu. Edhe nuk di si t'ua them, domethënë duhet të vini këtu ku shikoni pafund makina. Edhe këtu duhet të ndaloni, shikoj edhe pa vajtur në fshat në Zibër, shikoni edhe mushka kuaj paska. Edhe do ngjiteni direkt te kjo kodra këtu, mos shkoni në fshat në Zibër, sepse ne humbëm andej dhe shkuam ishte një orë larg, jo erdhëm, jo uzum, jo s'po gjenim dot rrugën, një hajde këte, jo hajde andej, dhe tu na kapi për momentin është ora a jetë sa zhurën kona bën, është ora 4, shikoni Alfin tërka. Po na shpërqendron. Vajti ora 4 dhe është të paktën 20 minuta na këmbë dhe do na vinte shumë vonë sa të shkonim, sa të ngjiteshim prap për të arritur këtu te makina dhe tani do shkojmë në Tiranë, por është shumë afër me Tiranën, 40 minuta edhe ja vlen për një fundjavë ndryshe. Edhe gjelbërimi është shumë I bukur. Pastaj edhe fshati I Zibër ishte shumë I bukur, mua më pëlqeu. Nuk e di nëse kam ndonjë vajzë nga fshati, nga kjo zonë, ju përshëndes, edhe nëse e dini më mirë rrugën, do doja shumë që për gocat e mia, kush është e interesuar, të shkruanit poshtë komentet, edhe të jepnit një këshill më të mirë për sa I përket lokacionit, sepse ju thash ne jemi dy të humbur dhe nuk din çfarë t'ju themi. Plus, thotë Alvia dhe ne për herën tjetër, është njësoj sikur vajtëm në Elbasan dhe nuk I gjetëm ato bukaçe, dështuam, e njëjta gjë edhe këtu. Por do vim prapë herë tjetër sepse natyra është fantastike. Dhe Alvia gjatë gjithë kohës po I ngjan me fshatin e vet në Gramsh, me fshatin e Kukur. Dhe kështu. Ciao. Tani kemi ardhur te lumi I Tiranës. Jemi këtu te shkalla e Ujanit, edhe
thjesht ndaluam pak për të parë pak lumin. Ma po më hajt shumë patate, tavdheu, salcosi, sallat, palvja nuk më qonë. I bëjmë në shtëpi të gjithë. Do i bëjmë në shtëpi, thot. Sa sa do t'i bësh vetë në shtëpi? Në shtëpi do bëjmë makarona me fruta deci. Pa. Apo pizza. Shikoj kur marrin down dyshek. Shikoj si down dyshek. Sa bukur. Janë ato të shpisone ato. Po shikoj ku marrin ban. Anës lumë. Nga ato që tira. You're the only one who makes me talk and walk so tall. 'Cause you're not like everybody else at all. You're everything everyone else is not. You're not one of those who judge before they know somebody. I just feel at home. Yeah, yeah. Look ahead, the sea is calm, and I know we've been through a lot, but just wait. Wait for better days to come and carry us like wind in our sails. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every day. Hello, mirëmëngjes nga dita tjetër. Ndiheshim tek livallet e Ketit, të mësëm nuk vajtëm fiks aty, por ajo zonë. Ju a tregova që unë për rrugën, nuk e gjetëm dot, por ju a shpjegova pak a shumë dhe ju sugjeroj që të bëheni grup. Ishte vend shumë i bukur edhe fshati ku ne vajtëm. Edhe sot jam çuar hangra pak mëngjes, aja praket që i ka bërë mami Arfës që i qani për shumë të mira. Unë nuk kam bërë kur ja prake, gjithmonë o mami o ersi, edhe nuk di t'i bëjmë, duket shumë të vështira, plus më duket edhe sikur do shumë kohë. Edhe ku t'i gjej unë gjethet e rushit, i kam gati me pak fjalë. Edhe ky vlog është bërë pak rëmuj, por ju kërkoj shumë dies, jo thashë kam qenë smur, jo isha polican, dhe tani duhet i futemi punës, sepse duhet që t'rregulloj dhomën e gjumit, e kam bërë shumë rëmuj. Kam rroba këtu për të palosur, që kështu të palosim rroba, do rregullojmë pak dollapin, duhet që të dalë, duhet të blej një rrugicë për pjesën e kuzhinës, kam parë të Komodita Home, ndoshta do i këtë shofet e të josu në një gjë të lezetshme, edhe duhet marrë edhe disa varse për dollapin, po tek jusk, edhe kështu, kemi punë. Edhe çfarë t'ju them sot unë? E kam menduar edhe çfarë do gatuaj, do bëj tortilla me miq. Duhet që t'ju tregoj me patjetër edhe juve. Kjo bluzë më pëlqen shumë, dhe është me këto lidhje të kështu dhe pash në internet, dhe duhet ta kapësh këtu tek recipetat, dhe se keni ide sa mirë që ndron dhe nuk ikën as këtej as andej dhe duket shumë bukur. Po va tregoj dhe juve, ndoshta keni bluze të tillë. Tani ti futemi puna si hekurosa edhe qarqaf, edhe do i ndrojmë këto. Do t'i herosim, do hapim pak dyert e dhomës, do t'a bëjmë xicë dhomën, do të rregullojmë. Edhe nuk do t'a anashkaloj si gjë, se shumë e kam anashkaluar. Shkon e rrobat këtu, kam sjell këtë koltukun e vogël, ka rigen, çfarë mund t'i themi, e ka pritur haroja diku këtu. Edhe asnjë vit s'po bën që e kam bler dhe e mora diku te 160.000 lekë. Edhe haru, ma ka prishur. Por nuk di ku ta mbaj, sepse këtu është shumë i ngushtë vendi dhe nuk mund ta mbaj te këta, ku ta nxjerr në balkon, se di ku mund ta lë. Nëse t'rregulloj një herë rrobat unë tani, se po pata ka rrige këtu, është si ajo që fjallë ka rrigen tek dhoma e gjumit, edhe mbushet pafund me rroba, që kështu nuk duhet që të mbaj ka rrige në dhomën e gjumit, sepse e di përfundimin. Që do përtoj t'i hekuros, t'i palos, se do t'i lë këto. Jam me sigurt prandaj.
I woke up in the middle of the night. And I wondered how you're always right. It gets me. I couldn't see what you saw in me. Ooh, na na na. But you showed me how to believe. Still gets me. When I look back, I can see you're hiding. Mbarova dhe me rregullimin e dhomës, rregullova rrobat, krevatin, pastrova. Tani duhet që ti ke dal pak tek lagja, kam një dyqan që she gjëra të mira, të freskëta. Edhe do marr pak pull, edhe do bëjmë ndonjë tortilla ose nuk e di, do bëjmë ndonjë gjë të shishme, por kam në ato petat për tortilla, do ta mbush me gjëra që kam në frigorifer, nuk ose do ble shumë gjëra. Edhe përdorim këto që kemi. Kam për të rregulluar pak këtu tek salloni, por në përgjithësi shtëpia është mirë, nuk është se i ka rënë bomba. O bëra dhe thonjt, pardije, dhe shkani, i kam prerë, janë shumë të shkurtër, por thorin duket i gjatë, ka vetë formën që duket kështu, edhe nuk e di, forma është fantastike. Aduroj thonjt e shkurtër. So much more than we've been told, way beyond what we can hold. So keep your eyes open for the things that really matter. Oh, you have to give it one more try, now that the idiots are taking over. They're caught up in the race of wanting more, and we can tell one from the other. Nga marketi dhe ju tregoj çfarë bleva edhe të përushim. Edhe pak më afër. Okej, stop. Këtu jeni mirë. Mora një si kjo për të prerë. Më duk shumë e bukur me pika. Se jo. Mora brumkice, sepse dyqani ku thash që o ble ishte mbyllur sot, që do merrja me shinë pulës, edhe nuk doja ta merrja në market. Dhe prandaj thash po do të mora paleca, mora këtë të birë, dhe të preferuaret e mia, mora këtë për të barur gjërat, më pëlqen se është transparente dhe nuk duket, do ta vendos në tualet, nuk e di se po, edhe në kuzhinë të këndëseqëm, se janë transparente, dhe të preferuaret e mia, gjitha këta kavanoza, që unë kam shumë qef, ka që gjëra ishte, këta kavanozat, që kërë parasysh këtu që kam vendosur unë, shkoni sa bukur që duken, edhe kam vendosur këtu bajame. Kjo është kavanoz normale, po duhet të duken çik më bukur. Pistaqja. Që kjo kushtoj goxha 3.000 lekë, thjesht kavanoz është. Po thjesht e mora që ta bëj jogurt, dhe ta lë në frigorifer, me faracia, ose me qumasht, si buding, dhe ta kem kështu që ta ha çdo mëngjes, ose mund të bëj matcha, ta marr me vete. Pastaj mora edhe këto, që këto ishin me çmim fantastik, i gjeta për 1.500 lekë, edhe mora 4 copë. Do t'i mbush këtu tek, se i kam goxharë mua këtu tek kuzhina, edhe ta mbush plot me kështu me kavanoza, t'i kemë të sistemuara, edhe shikoni sa cute që është, janë shumë e bukur kështu. Out of the darkness
2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name, had to turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Përshëndetje nga dita tjetër, sa po u lava dhe shkoni sa bukur që duken flokët. Jam duke përdorur linjën Amis Beauty. Edhe më pëlqen shumë, flokët kanë ardhur vërtet në jetë dhe ja si duken kështu. Plot volum. Edhe ngra pjepër për mëngjes, siç e pat, u hap sezoni pjeprave. Unë i kam shumë qef, kur isha e vogël nuk i kisha qef, kisha me qef bostan, por tani që rritem, kuptoj që njerëzit e rritur kanë më shumë qef pjeprin. Nuk e di kë keni ju më qef. Edhe jam shumë e lumtur për një gjë që po vjen vera, vetëm për frutat që mund të ham, sepse sistin nuk e kam fare qef, sistina që unë urrej më shumë. Unë jam një person vjeshte, një person dimri, edhe e dini ju, që sistina ime preferuar është vjeshta, por edhe dimri. Edhe do vishem, do i ke bëj pak pazar. Sot për treg do bëj ato tortillas që nuk i bëm dje, sepse më ka vajtur mendja ti bëj me fileto pule, ndërkohë porosita aty ku marr gjithmonë mishin, porosita dhe fileto gjithë mora një pul, jo mish përgjell, jo plënc, jo zorë, jo salqiqe, të freskëta edhe gjëra, po me siguri vi nesër ose pas nesër, prandaj pak fileto do marrim sot. Edhe duhet të çohem. Dhe disa vonë që është njerë, super vonë, shkoni sa është ora. Ora është 2:15. Ndërkohë unë sot janë lërë në orën 10. E kam shumë keq këtë picën e gjumit. Unë kam qenë një person mëngjesi, zjohesha herët, në orën 7, kurse tani që kam nisur të jetoj me Alvion, zjohem shumë vonë, sepse Alvi është shumë gjumash. Edhe nuk ka faj se ai fle vonë, të paktën për shembull dje fjeti në orën 4 të natës. Unë në 12 fjeta, po pse unë tani duhet zjohem në 10? Ai është në rregull me atë të vetën, sepse fle shumë vonë, sepse ka punë në kompjuter, sepse dini që Alvi është arkitekt. Edhe jam për një gjumash. Duhet që të vë pak disiplinë në jetën time, të zjohem më herët, të bëj një aktivitet fizik, të ha më shëndetshëm, por unë dhe disiplina nuk jemi në dy vija paralele, nuk takohemi të kurrë. Qef e kam, por nuk jam person që kam disiplinë, edhe e kam inat këtë gjë të vetja ime, dhe kam nisur që ta pranoj këtë gjë, edhe do të thënë ta pranoj tek vetja që unë nuk kam disiplinë, edhe më e keqja është kur e pranon dhe nuk mundohesh më që ta ndryshosh. Edhe ashtu, se kush po më shkruan. Nisa, tani do vishem. Nisim ditën!
si që shikoni, punë dhe vetëm punë. Po rregulloj pak bufen tani. Edhe o lodha. Nuk e di po jam maru. Shikoni roqin? Ti jam bëlsoj ditë. Ja. Vetëm gjumë. Nuk e di jam aq e ngarkuar, aq e mbushur sa dua të qaj. Ndoshta për shkakun që sjella shumë vonë, edhe më duket sikur po më ikën dita, sikur po më ikën koha, sikur nuk po merrem, sikur po më ikën ditët shumë shpejt. Edhe po e vuaj shumë këtë gjë, nuk e di nëse kam ndonjë shoqe që ndihet si mua. Dhe dua thjesht të qaj, dua thjesht jam mërzitur shumë. Nuk e di, më duket sikur e kam humbur sensin e jetës. Sikur çdo ditë është njësoj, sikur po më ikin shumë shpejt, nuk e mbaj mend të djeshmen, a ishte partia, a ishte dije. Dhe ndoshta sepse nuk kam një punë, unë kam këtë punë, por ndoshta duhet të nisim punë fizikisht, më thënë të shkojmë punë, të kem orar, të kem disiplinë. Ndoshta bëra gabim që do bëj vetëm video një herë në javë, ndoshta më ka munguar YouTube-i, se po video javën e parë nuk holla se isha smur. Edhe ndihem shumë keq, ndoshta duhet të bëj 2 herë video në javë, nuk jam unë që se bëj një video në javë. Do të thënë, ndihem vetëm. Edhe thash, jam gati për të qarë, jam shumë e ngarkuar. Pres sugjerime, nëse keni kaluar një fazë të tillë. Por realisht po më ikin ditët shumë shpejt pa i kuptuar. Nuk e di, jam njësoj, thjesht zjohem, bëj ndonjë gjë, gatuaj, flequ. Kaq. E urrej verën. Urrej këtë ndjesim. Edhe gjithmonë në këtë periudhë e hedh fajin verës. Hajderea me pozitivitet, që është kjo piskë. Po pas të fërtas. Pres edhe sugjerimet tuaja nëse jeni ndjerë ndonjëherë si mua, si ja keni kaluar, ndoshta aktiviteti fizik, ndoshta një disiplinë pak më ngarkuar, të zgjohem më herët, edhe të nisim punë fizike. Të punoj atje, ose të nis një shkollë, ose një kurs. Kam në plan diçka që është shumë e madhe, nuk e di nëse do ta përballoj. Edhe i kisha vendosur vetes time që në shtator unë duhet që ta përfundoj këtë gjë, edhe ndoshta prandaj ndihem kaq keq, ndihem e papërmbushur, edhe nuk e di, ndoshta na kjo, sepse është goxha gjë e madhe, më shumë është investimi im në kohë, por edhe normal edhe investim në para për të ardhur në jetë ideja që unë kam. Por më shumë është nëse unë bëj këtë gjë, jeta ime do ndryshoj sepse duhet që të përqendrohem tek ajo gjëja. Edhe unë nuk bëj këtë. Do të thënë, kam në kohë, kam planet, i kam bërë, por duhet ta sjell në jetë. Edhe ndoshta jam në dilemë dhe nëse duhet ta marr këtë hap, nëse duhet që unë të guxoj për këtë gjë. Jeta po më duket shumë e shkurtër. Mendo, ka ikur gjysma e vitit. Ndërkohë unë, kur takoj njerëz, jam gati që të them gëzuar vitin e ri. Edhe doja dalim. Pres komente dhe sugjerimet tuaja. Lutem mos më lini vetëm në këtë betejë, sepse ndihem si ndihem si ai personi që në qoftë se ngel në shkollë, të paktën të ngel me shoqet e mia, që kështu shpresoj që të kem shoqe në këtë situatë. Edhe me të vërtet por qesh, po për brenda dua të qaj, dua përtas, po s'kam asnjë, vetëm harun kam të më dëgjoj dhe juve, prandaj po ju ankohem juve me pak fjalë. Nëse të vazhdoj me punë, se ndoshta jo e zmadhova, por realisht ndihem shumë keq. Por ndoshta po e tregoj këtë gjë që ta na shkaloj punët që kam hapur, që kështu hajde tani të rregullojmë bufen. Edhe vërtet, pres komentet tuaja ju mungoj, ndoni më shumë video, se më duket sikur nuk keni nevojë, domethënë, sikur nuk ose
videot e mia bëjnë ndonjë ndryshime, se nëse janë, nëse s'janë. Edhe të paktën mua më kapi ndonjëherë kjo. Jo pse nuk jam rritur, jo kam shumë vite që merrem me këtë punë, edhe ndoshta nuk në YouTube nuk. Unë e di që jam shumë falenderuese për gocat që më ndjekin vazhdimisht, por është një sfidë e madhe që 100k unë jam e sigurt që nuk do e arrin ndonjëherë të marr atë që të sjell në YouTube atë medaljen e argjend kur arrin 100k, po të paktën 50k edhe më duket sikur nuk është se bëj një ndryshim nëse jam edhe nëse s'jam. Edhe me këto mendime mbush kokën time edhe nuk e di. Marrë me punë, tani ndihem pak më mirë se pash edhe vlogun e Antonelës, edhe përshëndes shumë nëse po më shikon. Edhe më frymëzoi, edhe mendoj se po vlogjet janë të rëndësishme, të paktën për mua ka një rëndësi dhe unë kam lidhje shumë të fortë me gocat që unë ndjek në YouTube, edhe më frymëzojnë shumë. Edhe po ju tregoj tani një dhuratë që më bëri një vajzë që takova tek grupi Një mike për ty. Gjithashtu kam gjetur një njoftim tek Instagrami Një mike për ty për klubin e librit që do bëjmë. Dhe do jetë në datën 30, ju kam vendosur dhe librin, shpresoj që ta lexojmë të gjithë sepse unë nuk e kam lexuar, sot do ta nis, kemi 10 ditë kohë për ta lexuar dhe pse jo të mblidhemi dhe ta diskutojmë së bashku. Edhe një vajzë që takova tek Një mike për ty, që tani e kam shoqe, më dhuroi këtë setin shumë të bukur që është me qershi fiks për sezonin tani. Dhe diçka tjetër, por këtë po ju atë tregoj. Shikoni sa të bukura këto gotat. Janë këto gotat me qershi që do t'i vendos tani te kuzhina që t'i përdor. 2 janë kështu njësoj. Kurse kjo e mesit është zot, kjo që nga shumë bukur. Shkoni për të bërë matchën këtu. Janë perfekte. Sa të bukura. Shumë faleminderit. Janë super të bukura. Erdi Alvio dhe do t'i tregojmë bufen. Ki e kam për? Mos u tha. Bravo. Edhe jashtë më pëlqeni mua, si merr ato frutat e thata atje i këta dorë. E ka për këto. Këtu që i vendosa kavanos kulart. Pa të zuke. Duke njetë. Ja. Vjetë, na i more mend. Vendosa kështu, pse nuk të pëlqenj shumë? Më pëlqen. Më sistemuar, më bukur. Më qenë sistemuar aty, përne. Janë këtu të gjitha. E do t'a lajmë nga jashtë. Edhe si duket, hajde këtu përshëndetje pa gocat e mia. Erdi Alvio. Përshëndetje. Na e bërë mungesat e vitit. E di. Për shumë kohë se Mungesa kam bërë dhe unë kam gati 10 ditë pa hedhur vlog. Po mirë, ke pas punë tjera, ke pas nga kesa. Edhe kam qenë? E së morë. Na çfarë? Që kemi? Na qa isha së morë? Natyrore. Na qa isha së morë? Që është shumë në shpirë? Zemër se do flok. Qa ishe së morë? Në ato nga ishe së morë. Nga ishe së morë? A nga qafa? Isha së morë nga qafa. Edhe nga cikli, edhe do t'arvjo, isha të pjesa. E me hiqë. I ramë në syse tani. Hajde.
tear my world apart. 'Cause I know I need a start to let you know when it's over. I will see what I've done. Let it go too soon. Oh, I'll be strong. Përshëndetje nga dita tjetër. Tani do t'ju tregoj çfarë blem në supermarket, sepse duhet me një 2-3 gjëra për tualeti dhe mora nga këto kartopecetat. Në qoftë se keni kafshë shtëpiake, e sigur që puani nga qimet, edhe ruçet kanë nisur që të pijen shumë, edhe shirat kanë shumë qime, prandaj nuk përdor më peshqir, por përdor këto kartopecetat për fytyrën që i marr në market ose tek Rosmani dhe janë shpëtim. Do të thënë laj fytyrën, përdor direkt këto edhe nuk kam kontakt me qimet, se për ndryshe bëhen shumë keq në fytyrë. Mora një pako messenger për enë, Larës për duart, mora këto me paketim të madh. Mora Ariel të lëngshëm. Kjo është për rroba të bardha. Edhe herën e fundit përdora skip të lëngshëm, më pëlqeu, por këtë herë përdor Arielin. Edhe gjithashtu mora edhe për rroba me ngjyrë. Sa aroma, më pëlqen shumë aroma këtyre ilaçeve të rrobave. Mora gjithashtu e fundit fare një qumësht soje për të bërë matcha. Ma më pëlqen matcha, por më pëlqen duke e kombinuar me lule shtrydhe. Për ndryshe nuk e kam shumë qejf, sepse dua pak që të jetë pak më ëmbël. Prandaj shurup lule shtrydhe nuk kam gjetur këtu. E kam bërë me reçel dhe del e mirë, prandaj ju sugjeroj. Por sot do ta bëj vetë një shurup, një reçel, sepse mami Alvios na dërgoi lule shtrydhe të kopshtit. Ne nuk i kemi konsumuar të gjitha, prandaj ato që kanë ngelur do t'i bëj pak me sheqer në një tenxhere të vogël, të bëjmë reçel në shtëpi. Është një recetë shumë e thjeshtë, në nevojitet vetëm 200 gram lule shtrydhe, 100 gram sheqer, edhe pak ujë, do t'i përziejmë për 10-15 minuta në tenxhere, pastaj do t'i hedhim dhe pak limon që të oksidohet, plus atë shija del më e shishme. Edhe tani këto po i çoj në tualet. Edhe të nisim direkt që të përgatisim dhe drekën, por gjithashtu të bëjmë edhe shurupin lule shtrydhe. Ecco il mio cuore, I'm giving you all my love. Sempre sarai tu il mio amore, my darling, my angel, my dove. If ever you would leave me, I think I would lay down and die. Oh, ecco il mio cuore. Now tell me your heart is mine. Ja ku e kemi dhe shurupin që përgatita. Vjen aromë shumë e mirë, edhe provova dhe shija ishte fantastike. Tani unë duhet të kisha coptuar pak që të dilte edhe më kremoze dhe më homogjene si formul, por nisë, s'ka që do mësojmë, ishte hera ime e parë, por prapë shumë e mirë dhe shpresoj që edhe në matcha të dali fantastike. Unë tani do pus në frigorifer, do pres sa të ftohet dhe kjo mund të rezistoj
5 deri në 7 ditë, edhe të paktën tani që është sezoni i lështryllave, nuk do ble shurup ose edhe pse kam kërkuar dhe nuk kam gjetur, nuk do e bëj me recetë, po do e bëj me këtë që kam për vetë. Që sa qef. Jam shumë e lumtur. Edhe dje isha ashtu si isha, që fola dhe me ju, përse sot jam krejt e kundërta, më pëlqejnë këtë gjërat e vogla, më pëlqejnë që të gatuaj. How many smiles does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone, before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak? How to go when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. Do bëjmë strawberry matcha, çfarë na duhet? Një tas i vogël që kemi hedhur pak ujë të ngrohtë, por jo të nxehtë, dhe tani do hedhim matcha. Më keni pyetur shumë për këtë që kam bler, dhe këtë e kam marrë në Gjermani, në Dortmund. Në Shqipëri nuk e di ku mund ta gjeni të mirë, dhe që të jetë kastile për të bërë këtë çajin, sepse për gatim unë e mora para një muaj, po nuk bëm për çaj. Edhe duhet që të jetë kështu, kjo jeshilja e bukur dhe ndezur. Edhe tani unë po hedh një lugë kafeje. Dhe aksesori tjetër na duhet kjo rjeta për matchën. Kështu. Aksesori preferuar është furça që trezon matchën. Është kjo. Unë duhet ta fusja në ujë. Do ta përzjejmë jo në mënyrë rrethore, por në W zigzag. Dhe do e përzjejmë mirë. Do marrim një gotë. Merrim në një gotë të bukur që e keni shumë qef, dhe recelin ose shurupin që bëm, do t'i hedhim pak në fund fare. Vjen aromë kaq e mirë. Okej, do i hedhim pak në fund. Jo, do pak si shumë. Ne, jo, mjaftu shumë është. Bëni dhe të ngrohtë, unë nuk e preferoj, nuk më pëlqen, prandaj e ftohtë është shumë e mirë dhe për tani në verë. Super. Tani do marrim qumësh. Unë kam marrë qumë soje. Perfekte. Shkoni pak ngjyrën, nivelin. E kuqe, e bardhë, e shile. Këtë jam shumë krenare për veten time. Easy tiger, easy, let your head down. Come closer, let me see all your million faces and all your million mistakes. You don't need to hide. Hej, mua sapo më erdhi posta dhe më erdhi mishi që kam porositur, mishi për muajin. Në fakt, me mishin që ble e shty 2-3 muaj, më shumë se një muaj, me thënë të drejtën. Edhe të gjitha këto, se nuk ka se t'je ndryshe, se të gjitha këto që kam bler, nuk ka se t'je ndryshe, se të gjitha këto kam kushtuar 120.000 lek, tu kam edhe faturën. Dhe unë i bëra dhe një reels në Instagram, e kam bërë dhe më përpara dhe është bërë shumë viral si reels edhe ka pa fund save, share, por unë nuk e kam bashkëpunim me dyqanin ku i blej me lekët e mia, jo ka kam dhe faturën. Thjesht i tregoj sepse mendoj se ti jesh një influencer do sot të japësh më shumë se sa të marrësh. Edhe unë mundohem shumë që të jap sugjerimet mia dhe të tregoj vërtet ato gjëra që unë blej, që përdor, që më pëlqejnë, edhe mendoj se kjo të bën të jesh ndryshe nga të tjerët. Normale që ka shumë të tjerë që nuk do e bënin kur në qoftë se nuk do paguheshin, por unë nuk e kam si punë këtë, unë e kam pasion, më pëlqen
që unë të sugjeroj dhe pse jo të marrë edhe sugjerime nga ju, që kështu prandaj va tregova faturën, i kam blerë me lekët e mia të gjitha. Edhe t'ju tregoj tani, t'i bëj një haul se e di që i keni shumë qef, sepse dhe mua më pëlqejnë me thënë të drejtën, edhe sa më kushtuan. Kam marrë mish të grirë, kam marrë 13.000 lekë. Okej, e përdor për ta, do të ndaj në qese më të vogla në fakt. Kam marrë gjiz 10, kam marrë edhe një herë, më ka pëlqyer, është e mirë. Tani, kisha porositur dhe shumë gjëra të tjera që nuk më kanë ardhur dhe domethënë nuk më janë çuar në faturë, nuk më kanë futur. Kisha marrë edhe salcice, shkurca edhe zor, po ndoshta nuk kam pasur. Edhe pse nuk kam pasur asnjë komunikim të tillë në WhatsApp për mungesën të thjesht porositatur shi bamje, për ato më thanë që nuk janë gjendje. Nisa. Mora fileto pule, kam marrë 12.000 lekë. Fileton e kam shumë të mirë, është kilja 10.000 lekë, të paktën më të mirë se sa të supermarketit do jetë. Sepse me gjithë këto që dëgjojnë, unë kam që më shumë se 90 orë që nuk ble në supermarket, domethënë e kam shumë të vështirë që të marr pulë në market. Mora kocka. Këto unë i bëj për kolagen, ju kam treguar edhe recetën se si i bëj. Thjesht duhet të rrinë 6 ose 8 orë në të nxjerrë në zjarr të ulët. Mora mish për gjell. Mishin për gjell e ka shumë të mirë, edhe unë të paktën e ndjej diferencën mes mishit tjetër që mund të ble në Tiranë, por në krahasim me mishin e Poliçanit, aty janë, se edhe mishi i Poliçanit është shumë i mirë. Edhe mora 15.000 lekë. Mora kjo më kushtoj më shumë, që është një ros, e kushtoj 25.000 lekë. Në fakt e kam marrë sepse aty tek lista e çmimeve ishte një ros diku te 1 deri në 1.5 kg, ishte 15.000 lekë copa. Kjo më kushtoi 25 kur e pash tek fatura, ndoshta është më shumë se 1 kg, ose mund të jetë 2 kg, ndoshta prandaj ka kushtuar ka shumë, por nuk e paska këtu. Të gjitha këto e kanë këtë të çmimit, kjo rosa nuk e ka. Nuk e di, ndoshta ka ndryshuar lista e çmimeve nga ato që unë referohem zakonisht. Kam marrë këtu biftek viçi, 22.000 lekë, e kanë shumë të mirë, e skuq ose në tavë. Kam marrë gjithashtu zog fshati, këtu, ka kushtuar 17.000 lekë. Dhe e fundit fare dhe e preferuara ka marrë planc viçi për ta bërë paçe ose të bëjmë tavë. Unë e përdor dhe e kam shumë qejf si unë si ajo. Edhe këto ishin të gjitha gjërat dhe më kushtuan atë sa i thash. Tani do t'i rregulloj, do t'i vendosim nëpër vend në frigorifer. Edhe nuk e di çfarë do gatuaj sot. Më sugjeroni ndonjë recetë të mirë në mishin e rosës. Nuk e kam gatuar kurrë në shtëpi. Edhe nuk e di tani, është e ka sezonin, as nuk marr fare vesh. Ti e pash aty thash, hey, një të diel e meriton që unë me Albion të ham mish rose. Ta me patate ndoshta, po pres ndonjë si e gatoni ju ndonjë sugjerim në një recetë.